إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Falenderimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala fuqiplot. Prej Tij ndihmë kërkojmë dhe vetëm prej Allahut falje për gabimet tona kërkojmë. Kënd udhëzon Allahu azza wa jall, askush nuk ka mundësi të udhëzojë. Kënë e uzon Allahu, askush nuk ka mundësi të devijoj, dhe kënë e lën Allahu në devijim, askush nuk ka mundësi të udhëzoj posti. Salatë dhe selamet qoshin për më të dashurin Allahu në pejgamberin Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, bi familjet I të ndershme dhe mbi shokët I besnik, dhe mbi mbar besimtarët të cilët e pasojnë në rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur besimtar, pasi që jemi në sezonin e verës, kushtohen edhe martesat, e do të flasim rreth objektivave dhe vlerës së martesës në Islam. Sikur se që e keni të njohur, martesa është sunet I Allahut azza wa jall në tokë, që ka lënë këtë çështje që nga krijimi I Ademit alayhis salam dhe Havën. Dhe kjo është pra një rregull, një ligj I Allahut azza wa jall natyror për të ruajtur llojin njerëzor deri në atë ditë që don Allahu subhanahu wa taala të ekzistojë kjo botë. Dhe të dashur, thot Allahu subhanahu wa taala, dhe prej argumenteve apo shenjave të Allahut azza wa jall në tokë është që krijoi prej nga lloji I juaj bashkëshorte që të gjeni qetësi tek ato. Pra prej Ademit alayhis salam e krijoi edhe Havën, nga briri I Ademit alayhis salam, sikur se që ka ardhur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të gjeni tek ato qetësi dhe vendosin ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. E në këto ka argumente për ata të cilët logjikojnë. Ka argumente sepse me martesën vazhdon jeta, me martesën rregullohet çdo gjë mes njerëzve, raportet përmirësohen, edhe me mos martesë shtohet e keqja, shtohet imoraliteti, dhe e ka plan atë vend urrejtja dhe ndëshkimi Allahut subhanahu wa taala. Allahu na ruajt. Andaj vëllezër të dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që martesa është prej sunetit tim, e kush largohet prej sunetit tim, ai nuk është prej meje, pra ai nuk I takon ummetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi selam I këshilloi edhe të ri duke I thënë: o ju të ri, kush ka mundësi prej jush të martohet, le të martohet, sepse martesa është mburoj për atë njeri. Me martes njeriu e largon shikimin, me martes njeriu ruhet prej haramit. Vëllezër të dashur besimtar, prej objektivave, qëllimeve të martesës është që të arrihet qetësia shpirtërore mes bashkëshortëve. Më pas të ruhet nderi dhe pastërtia morale. Tjetra, të ndërtohet një familje e shëndosh, e të rriten fëmijët në iman dhe moral, dhe të shtohet ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur besimtar, pra I përmendëm në ajet 3 vlera, 3 shtylla për një martesë të shëndosh. Ajo është qetësia dhe dashuria dhe po ashtu
si ka përmend Allahu Azza wa Jall edhe mëshirën. Pra këto janë 3 shtylla që e bëjnë një martesë të shëndosh. Nuk mjafton vetëm dashuria, sepse nëse nuk ka mëshirë dhe nuk ka drejtësi, zbehet ajo dashuri. Por në martesë ka të drejta të ndërsjellta, të drejtat e gruas tek burri dhe të drejtat e burrit tek gruaja. E nëse në këtë martesë mbizotron drejtësia, frika ndaj Allahut subhanahu wa taala nga pa drejtësia, dhe është mëshira dhe gjindet edhe qetësia shpirtërore, padyshim që kjo martesë do të jetë një martesë e suksesshme dhe do të kenë një jetë bashkëshortore të vazhdueshme. E nëse me një martesë determinohet qetësia mes bashkëshortëve, nga aty fillojnë përplasjet, qarjet mes raporteve, dhe zbehet më pas edhe dashuria dhe fillojnë problemet. Andaj, duhet të kemi kujdes nga humbja e qetësisë në brendi të shtëpisë bashkëshortore. Aty ku nuk ka qetësi, aty ka brenga, ka mërzi dhe më pas ka telashe. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urrejt dhe në Islam është e urrejtur ndarja. Sepse ndarja ndikon në kënaqësinë e shejtanit. Dhe që është në thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që iblisi i mallkuar i dërgon në për tokë që të veprojnë punëtorët e tij dhe shërbëtorët e tij nga shejtanët, ku përhapen në përbot tek njerëzit dhe vinë tek iblisi dhe raportojnë për punën që kanë bërë gjatë ditës dhe i thonë që unë kam shku mas filanit, nuk jam da derisa e kam fut të pi alkohol. Për iblisin, ky mëkat i madh, do këtë e vogël, thot, asgjë s'pas ke bo, sepse ai njeri mund të pendohet dhe ja fal Allahu. Vjen tjetri, thot, kam shku pas filanit dhe kam shtinë për punë të këqija, thot, asgjë s'pas ke bo, sepse pendohet ja fal Allahu. Vjen i treti dhe i thot, unë kam shku pas që qiftit bashkëshortor dhe nuk jam larguar nga ata derisa i kam ndar, i kam shkurorizu dhe ati e afron dhe i e post iblisi ati, sepse edhe nëse pendohen janë da 2 familje, nuk ndreqen më raportet, është e vështirë, nuk është e pamundshme, por është e vështirë, sepse është e futur urrejtja jo vetëm mes 2 personave, por futet urrejtja edhe mes 2 familjeve, edhe mes shoqërisë, edhe fëmijët mbesin, as andej, as këndej, e kështu të me radhë. Pra, kjo çështje është e urrejtur, por është zgjidhje fundit, ku aty pra nuk ka më qetësi në atë vend, edhe nga për të ruajtur nga padrejtësia, atëherë është zgjidhja edhe shkurorëzimi. Andaj, na thot Allahu subhanahu wa taala, fe imsakum bi ma'ruf au tasrihun bi ihsan, ose mbani me drejtësi, pra lidhjen bashkëshortore, ose ndaheni me mirësi. Pra nuk duhet që të arrijë deri në atë gjendje që të shkaktojnë probleme të mëdha dhe padrejtësi dhe fyerjet mes një çifti bashkëshortor, e më pas të arrihet ndarja. Nëse veç është duke shkuar aty për mos të bërë padrejtësi, atëherë duhet që të ndahen ky çift bashkëshortor me mirësi. Edhe kur kjo ndodh, atëherë mundemi që pra që t'i japim edhe rast edhe mundësi tjetër për ribashkim, që është e ka mësu Allahu subhanahu wa taala që shkurorëzimi në Islam është pra 2 herë ka të drejt njeriu me e kthy, herën e tretë nëse ndodh shkurorëzimi nuk ka mundësi që të kthehet më edhe një herë ai çift
në ombrellën e bashkëshortësisë. Sepse janë tret mundësit e bashkimit, përderisa nuk martohet me dikë tjetër ajo grua, e më pas të ndodh shkrorizimi, e pastaj pra mundet që ky çift bashkëtorë të ribashkohen. Pra këto vëllezër të dashur ishin disa rregulla rreth martesës. Elusim Allahun të na udhëzojë në rrugën e drejtë ndaj falë të gabimet. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salatu wa atammu taslima ala nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E falenderojmë Allahun azza wa jalla, salatu e selam i dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alaihi salatu wa salam. Vëllezër të dashur besimtar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri prej jush është ai i cili sillet më së miri me bashkëshorten e tij, me familjen e tij. Dhe unë jam më i miri prej juve sepse sillem më së miri me familjen time. Pra duhet ta kemi model pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pa i hyj dikujt në hak. Pra të sillemi me drejtësi, të sillemi me mirësi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, keni frikë Allahun azza wa jall në çështjen e grave, sepse i keni marr ato me emanetin e Allahut azza wa jall. Do t'i përmendim disa shkaqe që ndodhin më së shpeshta rreth mosmarrveshjeve tek çiftet bashkëtorë. Shumica e problemeve lindin për shkak mungesës së komunikimit, nuk kanë komunikim të mirëfillt. Pra, burri ja kthen me të keqe, nuk bisedon, nuk flet, apo anasjelltas. Fjalët fyese, nënçmimet që ndodhin, poshtrimet që ndodhin, sharjet për anës së burrit ndaj gruas dhe familjes së saj, apo e kundërta, ndikojnë po ashtu në çarjen e raporteve. Idhnimet e shpeshta, nervozizmet e shpeshta mes tyre, ndërhyrjet e tepërta prej palëve të treta, edhe kjo ndikon më keq në raportet bashkëtorë. Problemet zakonisht nuk duan me dalë prej një çiftit bashkëtor tek palët e treta. Zakonisht duan ata mi zgjidh këto probleme para se me dalë tek pala e tretë. Edhe po ashtu neglizhimet e të drejtave të bashkëshortit nga ana e gruas apo anasjelltas, dhe po ashtu ajo që ka ndikon edhe më së shumti edhe në bereqetin e një lidhje bashkëtorë është dobësia e fesë, dobësia e imanit. Aty më përzihet shejtani, dhe shejtani është më afër asaj familjeje ku ndikon, çuç e përmendëm, pra iblisi përmes shërbëtorëve të tij që të prish një familje. Duhet që gjatë të kalimit të problemeve të kihet parasysh që njeriu të kërkojë ndihmën e Allahut azza wa jall përmes namazit. Thot Allahu wasta'inu bis sabri was salah. Kërkoni ndihmën e Allahut azza wa jall duke bërë sabër dhe duke falur namazin. Pra lutë Allahun subhanahu wa taala për te kalimin e problemeve, së pari pra me namaz. E më pas, po ashtu, duke pas parasysh pra që të kemi dialog të qetë, me sabër, me durim. E treta, falja mes bashkëshortëve. Jo nëse ka gabuar diçka tashti të vogël, atë mi ja përmend anedan edhe mos mi ja fal. Dhe po ashtu e tjetra, e katërta është ruajtja e sekreteve familjare, që këto sekrete mos të dalin jashtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit që të sillemi mirë me to dhe të kemi parasysh një çështje. Thot pejgamberi sa për një çift bashkëtor, nëse nuk ja pëlqen një cilësi, do t'ja pëlqen tjetrën. Kështu që edhe gishtat nuk i kemi të njëjtë.
dhe në të gjithë ne kemi gabime. Andaj duhet të shikojmë që për një partner të jetës tonë, pra për bashkëshorten, apo të kundërtën, apo për bashkëshortin, të shikojmë a ka më shumë të mira, apo anët negative. Nëse ka më shumë pozitive, ato pozitive të mirat janë mbulojnë anët negative, janë mbulojnë gabimet. Elusim Allahun Azza wa Jall të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Elusim Allahun Azza wa Jall të na ruaj familjet tona. Elusim Allahun subhanahu wa taala ti përmirësoj raportet tona familjare. Elusim Allahun Azza wa Jall të na ruaj neve dhe të gjithë besimtarët nga rryma të ndryshme që tentojnë me prish familjen, nga rryma të ndryshme që tentojnë me përhap imoralitetin duke sulmuar martesën, e që martesa, si që thamë, është një vlerë shumë e madhe islame, ashtu që ka lënë Allahu Azza wa Jall që nga krijimi i njerëzimit. Elusim Allahun Azza wa Jall ti ndihmoj muslimanëve kudo që t'jenë nëpër botë. Elusim Allahun Azza wa Jall të shiroj të sëmurit tanë, të mëshiroj të vdekurit tanë. Amin e amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.